Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, tashmë e dim shumë mirë se inteligjenca artificiale është bërë pjesë e jetës tonë. Madje është bërë pjesë edhe e atyre të cilët pretendojnë se studiojnë apo na servirin neve artikuj akademik. Pra nuk është bërë vetëm pjesë e medias, por është bërë edhe pjesë e atyre të cilët e majnë veten pak më serioz se mediat e përditshme, lajmet, emisionet, programet e çthura e me radhë. Madje ka filluar të hyjë edhe tek pjesët fetare, ku i drejtohen pyetje të ndryshme, marrin përgjigje dhe i servirin sikur e kanë studiuar dhe përgjigjja është kjo. Duke marrë shkas nga këto ndryshime në jetën tonë dhe se sa shumë ka hyrë kjo pra tashmë tek ne, shpeshherë edhe unë i bëj pyetje chatit, pra chat GPT-s, në lidhje me gjëra të ndryshme, jo për t'ia servir dikujt tjetër, por për marakun tim, për kurreshtje. Dhe një prej atyre pyetjeve që i bëra para 1-2 ditësh është ajo që duhet të ndaj me ju. Më lejoni që ta lexoj tekstualisht siç i kam shkruar pyetjen dhe ashtu siç më është përgjigjur vetë chati. ChatGPT, nëse do të ishe shejtani, si do t'i mashtroj njerëzit? Pyetja jote është interesante dhe filozofike dhe mund të shërbejë si bazë për reflektim mbi moralin dhe natyrën e mashtrimit. Duke folur në mënyrë hipotetike dhe jo personale, nëse do të imagjinohej shejtani si një entitet që synon të mashtrojë njerëzit, ai nuk do të vepronte domosdoshmërisht me të keqen e dukshme. Përkundrazi, mashtrimi më i rrezikshëm do të vinte në këto forma. 1. Përzierja e të vërtetës me të pavërtetën. Duke thënë 90% të vërtetën dhe 10% gënjeshtër, për t'i bërë njerëzit të humbin rrugën me bindjen se janë në të drejtën. 2. Normalizimi i mëkatit, duke i paraqitur veprimet e këqija si të zakonshme, të pranueshme apo edhe moderne, që njeriu të mos ndjejë nevojë për pendes. 3. Kultivimi i krenarisë dhe egos, duke i bërë njerëzit të ndjehen superior, të vetëkënaqur dhe të mendojnë se nuk kanë nevojë për udhëzim apo Zot. 4. Shtyrja e së mirës, jo duke thënë mos fal namazin, por fale më vonë. Jo duke thënë mos u pendo, por pëndohu kur të plakësh. 5. Përdorimi i gjërave të bukura për qëllime të errta. Art, muzikë, teknologji, madje edhe feja mund të keq përdoren për të çuar në përçarje, egoizëm apo kult të individit. Në thelb, mashtrimi më i madh do të ishte ai që bën të duket sikur nuk ka mashtrim fare. Për të vazhduar edhe pak bisedën me chatin dhe për ta specifikuar pak këtë bisedë, vazhdova me një pyetje tjetër. Në ana islame, si mund t'i mashtrosh njerëzit? Nga këndvështrimi islam, shejtani mashtron njerëzit në mënyra shumë të rafinuara dhe të vazhdueshme, me qëllim që t'i largojë ata nga rruga e drejtë, siratul mustaqim. Kjo përshkruhet qartë në Kur'an dhe hadithe. Ja disa nga mënyrat kryesore. Mashtrimi përmes vezveseve, përshtillimeve mendore. Shejtani fut mendime të këqija në zemrat dhe mendjet e njerëzve, i cili hedh vezvese në gjokset e njerëzve. Kur'an, En-Nas, ajeti 5. Ai i shtyn njerëzit të dyshojnë në besim, në Allahun, në caktimin hyjnor, kaderin, madje edhe në qëllimet e tyre të mira. 2. Zbukurimi i mëkateve. Shejtani u paraqet mëkatet njerëzve si diçka e bukur, e këndshme apo edhe e drejtë. Shejtani u zbukuroi atyre veprat e tyre. Kur'an, En-Am, ajeti 43.
Për shembull, arroganca paraqitet si vetbesim, immoraliteti si liri, konsumizmi si sukses e tjerë. 3. Shtyrja e adhurimeve. Shejtani nuk i thot direkt njeriut, mos u fal, por thot, ke kohë, falu më vonë. Ky është mashtrim klasik. Do të pendohesh nesër, kur të plakësh do të bëhesh me besimtar. 4. Nxitja e mendjemallësisë dhe vetpëlqimit. Shejtani e nxit njeriun të ndjej vetkënaqësi, të mendojë se është më i mirë se të tjerët, një sëmundje që i shkatërroi edhe vet iblisi. Unë jam më i mirë se Ademi, më krijove mua nga zjarri, ndërsa atë nga balta. Kur'an, Sad, ajeti 76. 5. Përçarja dhe urrejtja mes besimtarve. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, ka thënë: Shejtani ka humbur çdo shpresë që të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur në përçarjen mes jush. Hadith sahih. Kjo ndodh përmes thashethemeve, zilis, përbaltjes dhe konflikteve të kota. 6. Qetësimi i ndërgjegjes të mëkatarit. Shejtani i thot njeriu, të gjithë e bëjnë, Zoti është falës, s'është aq mëkat i madh, e tjerë, që ai të mos pendohet kurrë. Në përmbledhje, shejtani nuk nxit gjithmonë në të keqen drejt për drejt, por shpesh justifikon, e vonon ose kamuflon. Ndaj në Islam këshillohet vazhdimisht istighfari, kërkim falja, dhikri, lutja dhe mbajtja e shoqërisë së mirë, si mbrojtje nga mashtrimet e tij. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, përgjigjet e dhëna nga çati në fakt janë ato përgjigje të cilat ne i dimë, sepse hoxhallarët tanë, mësuesit tanë, ne i kanë mësuar, por unë thjesht u solla juve në mënyrë të rreshtuar nga inteligjenca artificiale atë që ne duhet ta dimë për ditë, të mos e harrojmë asnjëherë. Sepse duke i harruar ato të cilat na ka këshilluar pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe na ka urdhëruar Allahu i madhëruar, ne më të vërtet bim preh e mashtrimit të drejt për drejt apo të jo direkt, pra në mënyrë indirekte nga shejtani i mallkuar apo edhe njerëzit që na rrethojnë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.